Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha është shprehur se arsimi profesional është çelësi për të ndërtuar një të ardhme të sigurt dhe plot mundësi. Gonxha ndau shembullin e Esterit, ish nxënëse e profilit bar dhe restorant, që tregon se sa shumë vlen të hedhësh hapat e parë në shkollën e mesme profesionale hoteleri turizëm. Ester tregon se punon në degën që është diplomuar bar dhe restorant. Studente e kësaj shkolle, aktualisht punoj pikërisht në degën që u diplomova, dega bar restorant. Ka qenë një zgjedhje imja, them të drejtën, për të ndjekur shkollën e hotelerisë. Sigurisht edhe me ndihmën e mësuesve kam njohur potencialin tim, edhe jam shumë e lumtur fakt që e ndoqa, edhe kam pasur një mëshirë shumë të madhe nga gjithë stafi, sidomos edhe stafi fizues, qoftë me projekte, me trajnime, apo edhe me praktika profesionale në vendet më të mira të Tiranës. Edhe pse nuk kam planuar që të dal nga shkolla tamam në temën e plotësuar edhe gati të presim në punë. Është një ndryshim shumë i madh që ti bën nga pjesa tjetër e atyre kolegëve tu që nuk janë të arsimuar tamam për këtë lloj fushë, për këtë lloj profesioni. Edhe fundonësit, ata që dinë vërtet çfarë është shërbimi dhe japin rëndësinë e dur e bëjnë diferencën. Nëse sapo ke mbaruar studimet ndërkombëtare apo tani është viti i fundit, e rekomandoj patjetër shkollën hoteleri turizëm. Nëse do të jesh nesër pas nesër një individ i zoti, është hapi i parë drejt në rrugën drejt suksesit. Arsyeja, arsimim shumë mirë, praktika shumë të mira, edhe të ardhurat që një shumë. Ester u ka bërë thirrje të gjithë nxënësve, të cilët janë në prag të nisjes së gjimnazit që të ndjekin shkollën profesionale, si rruga drejt një punësimi të sigurt. Ajo shpreh se eksperienca që ka fituar është shumë ndryshe nga ajo që bëjnë kolegët e saj të tjerë, që nuk janë të arsimuar tamam për këtë lloj profesioni.